20 shkurti është caktuar si dita e kujtesës kombëtare për martirët dhe viktimat e regjimit komunist. Kjo datë shënoi në fakt edhe fundin e diktaturës në Shqipëri, pasi mijëra qytetar u ngritën më 20 shkurt të vitit 1991 për të shembur simbolin e komunizmit, pak muaj pasi regjimi vjetër që po jetonte ditët e tij të fundit kishte lejuar pluralizmin politik. Rrëzimi i monumentit të Enver Hoxhës u nxit nga greva e uris, e ndërmarr nga disa qindra student për të hequr universitetit emrin e tij. Pamjet e atyre ngjarjeve në sheshin Skënderbej bën xhiron e botës dhe e vun edhe një herë Shqipërinë në fokus të zhvillimeve ndërkombëtare. Rrëzimi përmendore së diktatorit Enver Hoxha do të shënonte edhe ndarjen me të shkuarën dhe fillimin e një epoke të re, atë të demokracisë. Rrëzimi i busteve të diktatorëve komunist kishte nisur në Shkodër me rrëzimin e bustit të Stalinit dhe u shpërnda me shpejtësi në të gjithë vendin me rrëzimin e busteve të Enver Hoxhës. Në Korçë, në këtë 33 vjetor të rrëzimit të bustit, nuk u zhvillua ceremonia për vendosjen e buqetave me lule pranë bustit të 20 shkurtit në qendër të qytetit, pasi opozita nën sloganin "O sot o kurrë" ka lajmëruar një tubim duke ftuar qytetarët të protestojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë.